Më në fund, lexua edhe letrat e të gjithë sa thuheshin, udhëzuri bez fort i gëzuar. Pastaj, ndërmjet kapetanëve të rojës u vendos, po të ishte nevoja të mbrojë qyteti me rëptësinë më të madhe, derisa të vinte Sebalia. Për të nesër me menduan se gëzimi në fjalë, duhen të arme të gjithë, dhe kështu ky gëzim u shpall së pari në treg, jo me të bërtitura zërin e të lallëve, por nga vetë kapetani, duke u përhapur nga njëri tek tjetri. Njëkohësisht, u dha urdhër që kjo punë të mbahej me shumë kujdes e fshehur, me qëllim që të mos merret vesh gjë armiku, të cili nga njëra anë kishin menduar ta gënjenin për barimin e afatit që u ishte dhënë, nga ana tjetër dëshironin ta shtynin të papërmbrojtur. Por ndërsa përpiqeshin t'i gënjenin tanat me anë të heshtjes, tradhtuan veten me një britën dhe shenjë tjetër, duke patur frikë se çfarë vinte Sebalia gjërë në ditën që ishte caktuar. E se do të ishte nevoja ose për dorëzim ose për mbrojtje, filluan të shqetësuar të rindërtonin dhe të ripërtërinin muret e rënuar në disa vende dhe forcomat që ishin hedhur në erë nga përdredhorët. Skënderbeu e vuri re këtë dhe kuptoi drejtin e tyre, prandaj u nxe fort dhe sa srambeu armët për sulm, por me qenë mbështetësit, akoma jo tamam 3 ditë gjersa të merrte fund marrëveshja. Qetësua pagës dhe dërgoi tek të rrethuarit një lajmëtar, duke i qortuar rënd se të po shkenin beslidhjen që kishin në mes tyre. Ky ishte shenjë e dukshme një pabezësie të fshehur, prandaj ose ta pushonin me një herë punën, ose t'ia ngarkonin fajin me gjithë të zezat që po kishin jo besës së tij, por vetes së vet. Ato qytetit u bindën dhe hoqen krejt dorë nga këtë punë, që armiku mund t'i shikonte apo t'i ndjente, por jo nga të tjerat, përkundrazi. Për këtë ata s'pushonin as ditë as natë, se rrumbulluari dhe brenda, se forcuari me togjet e tij themelet e mureve, dhe së gadituri burr dhe lloje të tjera predhash përpara forcomave. Sa fuqi ka shpresa për të ndërtuar mendjen e njerëzve. Pak më parë, por muret i kishin të padëmtuara, vetëm pamja e armikut u shtiu tëra të frikë. Tani që ato i kishin të dërmuara nga të katër anët, dhe kur kishin mbetur pa mbrojtjen e forcomave, u bëshin gati kundra tij armikut që kishte për të ndezur, edhe më tepër nga zgjedhja e mërisë, siç mund t'i kërkonte me të drejtë shpata pagjimtare e besës së tyre. Megjithë këtë, ta rendin me nxitim nëpër muret, nëpër ndërtesat private dhe publike dhe nëpër gjithë vendet më të ngritura të qytetit, se mos shikonin fund ndihmën e premtuar dhe aq fort të dëshiruar, se mos u zinte syt dhe veshi ndonjë farë pluhuri apo zëri të këtyre që po prisnin të vinë. Të gjithë meshkuj e femër të çdo moshe andej e kishin mendjen krejt, andej shikonin më tepër se zakonisht dhe andej i mbanin syt të mbërthyer. Çdo gjë që shikonin ose çdo gjë që dëgjonin, kujtonin se ishte Sebalia, se ishin perëndit e veta. Por ajo gjë për ata të qytetit ishte shkak shprehje për tanët, ishte shkak frike, dhe këta vështronin të shqetësuar nga majat e vendeve ku ishin caktuar rojet, se mos ndonjë degës, ndonjë zar a shenjë tjetër lajmëronte se duheshin rrëmbyer armët, se duheshin vënë shala dhe frerë kuajve, të cilës mund t'i mbanin nga hera të shiluar, kurse edhe vetë s'mund të qëndronin gjithmonë të armatosur për shkak të vapës shumë të madhe, që i paralizonte krejt. Të thuash, me gjithë këtë, ata s'pan dot dhe as dëgjuan një tjetër më parë përveç se flamët dhe pritmat armike. Tamam siç ndodh nga ndonjë herë. Me lundërtarët u ngilin në mes të detit me sy prej kohët mërtyre, mbi flamujt e vet. Shumë i quajnë fletë dhe të presin, se nga çan do të lëviz, nëse çerë do t'i shtyj, dhe të lëshojnë pastaj velat, të lëshojnë pajorët. Por pa pritur shpërthen stuia, pare përpara saj. Atë buqitur deti dhe pa ndonjë kërcënim qielli, dhe i plakos atje, ose presin, pa flak të i velat dhe u arëmben litarit, nga duar dhe i dërmon, ndërsa vrapojnë pas një rregull për në detyrat e veta dhe mundohen me të madhe për t'ia dalë banë. Më në fund, dëshpëruar për punët e veta, e u shtrëngon të lënë me një hanë çdo kujdes tjetër dhe të mendoj për shpëtimin e vet. Kështu edhe tanëve, çdo të udhëtuar
Armiku a zhveshi pothuajse shpatën mbi kokë.